Allahu i madhruar i përmend idhujtarët Mekkas duke thënë: "Ky Kur'an nuk është gjë tjetër vetëm se një magji e qartë. A thua vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur dhe eshtra, ne do të ringjallemi? A thua vallë, edhe të parët tanë të hershëm do të ringjallën?" وآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا